Situata në Siri po del jashtë kontrollit, tha sekretari i mbrojtjes Leon Panetta, duke shtuar se qeveria e Bashar al-Assadit do të mbajë përgjegjësi nëse dështon të mbrojë qendrat e saj të armëve kimike. Presidenti Barack Obama thot se politikat e tij ekonomike do ta çojnë vendin përpara gjatë 4 viteve të ardhshme. Zoti Obama tha se nëse rizgjidhet, ai do të vazhdojë të punojë për familjet amerikane. Parashikimet e motit flasin për vazhdimin e temperaturave të larta dhe mungesës së rreshjeve në pjesën qendrore të vendit, ku bimët e misrit dhe të sojës po dëmtohen me shpejtësi të madhe nga thatësira më e rëndë në më shumë se gjysmë shekulli. Ndërkohë që shtohet numri i studentëve të huaj në universitetet dhe kolegjet amerikane, një studim i ri le të kuptohet se shumë prej këtyre studentëve e kanë të vështirë të shoqërohen me studentët amerikanë.